Në 24 orët e fundit, faqja ime është shndruar në segjade namazi. Vetëm lutje, tesbih, duke u drejtuar Zotit në komente. Dhe lutja kryesore ka qenë Zoti të udhëzoft. Unë kam qenë e udhëzuar. Kam qenë një besimtare shumë e mirë. Kam qenë një grua e cila ka kontribuar me mishe me shpirt për komunitetin musliman. Dhe pikërisht nga komuniteti musliman më ka ardhur një sulm i pamëshirshëm fare, i pamoralshëm fare, duke mos u rezervuar, domethënë në asnjë lloj aspekti. Dhe aq shumë jam sharë, domethënë jam sharë shumë për 7 breza, kur kam qenë me Shami. Kur kam qenë me Shami, edhe kur kam qenë, domethënë në atë rolin tim të mësueses, rolin tim të udhëheqëses shpirtërore, le të themi. Kështu që kur kjo gjendja ime e udhëzimit, e të qenurit një besimtare muslimane, mua nuk më ka ruetur nga ligësia e njerëzve, nuk më ka ruetur nga ligësia e njerëzve cilët e konsiderojnë veten e tyre praktikant. Atëherë, edhe tani që jam e pa udhëzuar, nuk pres një që të tillë, nuk pres që ju të shikoni ndryshe, të pranoni, të mëshironi. Kjo nuk është fare, domethënë, në ato pritshmëritë. Pikërisht domethënë nga e gjithë ajo që unë kam parë, nga e gjithë ajo përvojë e dhimbshme që unë kam kaluar edhe kam vënë në pikpyetje shumë gjëra. Një nga gjërat kryesore që unë kam vënë pikpyetje ka qenë jeta ime. Ka qenë që a ja vlen që me ekzistu, a ja vlen që me jetu. Kështu që ka qenë një udhtim shumë i gjatë i kësaj dhimbjes së brendshme, derisa një thënie shumë e bukur që më është dukur sikur po e lexoj për herë të parë, më ka ndryshuar komplet brendësinë time dhe këtë që ju shihni tani këtë kohën e fundit. Një thënie e bukur që thot: jetoj jetën si i huaj ose si kalimtar. Edhe unë jam një person që më pëlqen shumë udhtimi, edhe kur udhtoj reflektoj. Edhe tani për shkakun që isha në Itali, edhe isha duke menduar që nëse unë do jetoja veten fiks si një kalimtare, atë më bënte mua përshtypje që të impresionoj italianët, pra që të bëhem një person shumë, domethënë siç duan ata, të vishem siç duan ata, të flas, të haj, të jetoj siç duan italianët që të më pranojnë. Nuk më intereson fare, unë dy ditë ndjenja. Isha kalimtare. Njëjtë edhe në jetën e kësaj bote, në momentin që unë e pranova këtë lloj koncepti, që unë të jetoj në këtë botë si kalimtare. Nuk më bën përshtypje nëse ti më pëlqen, nuk më pëlqen, më shan, më lavdron, domethënë hiqet komplet pjesa e pritshmërisë ose pjesa domethënë e pranimit nga tjetri. Dhe njeriu kur është kalimtar e shijon momentin, luan, kërcen, të frehet, vishet, del, mund të njohë njerëz që ja shtojnë gëzimin. Domethënë një person që është kalimtar nuk do rri me njerëz që janë toksik, nuk do rri me njerëz që e shajnë edhe mallkojnë gjithkohës. Jo, do kërkoj një shoqëri të mirë, do kërkoj njerëz pure, njerëz që e pranojnë pjesën që ne që të gjithë jemi këtu kalimtar, kemi ardhur, për pak kohë do ikim. Kështu që gjëja më e mirë që më lën një shenjë të mirë. Dhe shenja e mirë është kur ne nuk sulmojmë të tjerët. Kështu që nuk e di, a keni dëgjuar ndonjëherë këtë thënie? A e praktikoni në jetën tuaj këtë thënie? Që të jetosh si kalimtar, edhe mos të fokusohesh ke jeta e tjerë, por se të fokusohesh tek vetja jote dhe se çfarë do bësh next, çfarë do bësh në ditën tjetër, se çfarë do bësh sot, si do e kalosh, si do e mbushësh ditën tënde që ti të përfitosh sa më shumë nga ky udhtim. Kështu që në fund fare pyetja është që nëse ju e praktikoni apo jo, kush është praktikuesja në këtë rast e këtyre thënieve kaq të vlefshme për jetën? Jeni ju
apo unë. Ankthi, ky mysafir i paftuar që ka ardhur dhe ka prekur shumë njerëz, kështu pa pritur dhe pa pandehur. Edhe ankthi mund të shikohet në disa nivele. Pra ka nivele të ndryshme dhe njerëzit e shohin në mënyra të ndryshme edhe sipas profesionit, edhe sipas informacioneve që ata kanë lexuar, kanë praktikuar. Sepse njerëzit që kalojnë në ankth janë në gjendje krize dhe dëshirojnë një zgjidhje se si të largojnë nga vetja këtë gjendje. Kështu që shikojnë si nga ana psikologjike, si nga ana shpirtërore, si nga ana medicinale, pra mundohen që të bëjnë që të gjitha gjërat e mundshme që të largojnë ankthin prej vetes së tyre. Unë kam pasur ankth për një kohë të gjatë, edhe të gjitha praktikat dhe të gjitha këshillat që unë i kam dëgjuar në rrjetet sociale, duke lexuar, i kam praktikuar. Dhe shpesh herë nuk më jepnin atë pjesën e rezultatit që doja. Dhe puna ankthit është që nuk ka nevojë për motivim, pra nuk është një emocion i cili ikën duke thënë, domethënë shiko se ti je fort, shiko se ti mund t'ja dalësh, shiko mirësitë që ke, shiko këtë, shiko atë, nuk ikën ankthi, domethënë duke të motivuar apo duke parë gjërat që ke rreth e rrotull, sepse ankthi ty të bën që mos shohësh asgjë nga këto gjëra që ti ke rreth e rrotull, të bën që të shohësh vetëm zi. Kështu që kam arritur të kuptoj pjesën që shpirti jon komunikon me ne, komunikon nëpërmjet emocioneve. Pra, ankthi është njësoj si një zile, është një zile alarmi i cili është një mesazh. Edhe ne në vend që ta marrim këtë mesazhin si mesazh, ne e luftojmë këtë postjer që neve na ka ardhur. E luftojmë duke mos e pranuar, edhe e luftojmë duke e marrë, domethënë marrim një ilaç qepime dhe e fikim këtë pjesën e këtij alarmit që është duke ardhur. Kështu që gjëja e parë që të stopohet ky emocion është në radhë të parë që ta pranojmë që ky është një mesazh nga vetja jonë, është një mesazh nga shpirti i cili është duke thënë që kjo gjë që ti je duke bërë në jetë, ose kjo situatë që ti ke në jetë, nuk është ajo e duhura për ty. Sepse ne mendojmë që duhet të bëjmë copy-paste jetët e njerëzve. Pra, kë shikojmë që është duke bërë një jetë, hajde ta bëjmë edhe neve këtë jetë. E shikojmë dikë tjetër që duke bërë diçka tjetër, hajde të shkojmë nga mbrapa. Ku ne secili prej nesh është i ndryshëm nga njëri tjetri dhe ka rrugën e tij dhe ka gjërat e tij, të cilat ka ardhur për t'i bërë në këtë jetë. Kështu që vjen ankthi si mesazh. Radhë të parë pranohet, nuk e lufton më ankthin, thua që okay, e pranoj që un kam ankth. E dyta, ti bën një jetë që ti të kuptosh mesazhin që dëshiron që të marrësh prej shpirtit tënd. Që çfarë mesazhi ka ankthi për ty. Dhe zakonisht mbas ankthit fshihet një emocion. Pra, ti mund të kesh ankth sepse poshtë atij ankthit mund të fshihet një frikë nga humbje, frikë nga ndryshimi vendi, ndryshimi situatave, ndryshimi gjërave. Mund të jetë mlef, mund të jetë një emocion faji. Pra, momenti që ti e pranon, nuk e quan më armik, nuk e quan më si diçka të keqe, por se e pranon si postjer, si mesazh për ty, edhe fillon edhe e dëgjon, edhe e pyet se çfarë mesazhi ka për ty. Do shikoni se si ai ka për të treguar se çfarë fsheh në të vërtetë, çfarë mesazhi ka në posullën e tij. Kështu që kjo mënyrë më ka ndihmuar mua personalisht që ta kuptoj pse kam ankth. Ashtu siç ju thash që ne jemi që të gjithë të ndryshëm, kështu që mund ta provosh, ndoshta funksionon, ndoshta nuk funksionon. Porse çdo gjë që ne e bëjmë për të ndihmuar veten është një hap, domethënë drejt asaj pjesës së pranimit edhe dashurisë që ne vetë tregojmë vetes që neve nuk po të lejmë mbrapa. Edhe unë po kujdesem për ty, po kujdesem që të kuptojmë mesazhet shpirtërore që neve na sjell shpirti në këtë lloj mënyre.